Shkodra ka në gjirin e saj një prej pasurive unike kombëtare, siç është fototeka Marubi, që brenda një kohe të shkurtër do të vijë me një tjetër imazh. Paralelisht me rikonstruksionin e godinës së re, punohet për trajnimin e ekipit që do të kryejë restaurimin dhe konservimin e fotove të këtij thesari. Anne Cartier-Bresson, drejtoria e Departamentit Fotografisë për Parisin, drejton punën e studentëve për restaurimin dhe konservimin e negativëve. Drejtori i fototekës Luciano Bedeni e cilëson këtë hap si më të rëndësishmin. Në këto 800 negativ, një pjesë janë negativ të thyer dhe një pjesë janë negativ të cilët kanë shfaqur probleme në përbërjet e tyre kimike etj. Dhe për këtë po bëhet kjo ndërhyrje. Ekspertët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë në Francë po shikojnë nga afër disa nga negativet që duhen restauruar, si ato në plan film dhe rul film, negativet e teknikës së kolodiumit të lëngshëm dhe të disa teknikave të tjera. Anne Cartier-Bresson shpreh të impresionuar nga ajo çfarë ka parë në këtë fototekë. D'abord, ce qu'on a vu, c'est très intéressant, c'est vraiment une partie de l'histoire de la photographie. Instituti francez i trashëgimisë kulturore ka ardhur për restaurimin e disa prej negativeve. Te fototeka Marubi shohim historinë e gjithë fotografisë, që fillon me shekullin e 19 dhe gjejmë çdo lloj punimi. Do përqendrohemi te restaurimi i negativeve origjinal, se ata përbëjnë artefaktin më të rëndësishëm. Digitalizimi ka për të qenë një mënyrë e mirë për përhapjen e kësaj pasurie dhe ruajtjen e tyre. Ai do i mundsoj dhe publikut të njohë fondin e fototekës Marubi. Nëpërmjet saj, munda të kuptojë historinë dhe kulturën e Shqipërisë. Prej një viti, Ministria e Kulturës në bashkëpunim me ambasadën franceze organizon rregullisht shkollën e restaurimeve për ikonat, pikturat murale, tekstilet dhe tani fotografit.